Në mëngjesin e 11 maj 2020, në portin e Antwerpit në Belgjik, punojësit e kontrollit doganor hapën një kontenjer që në dukje transportonte pjesë këmbimi makinash. Brenda tij, mes ngarkesës së zakonshme, u zbuluan 700 kg kokainë. Ishte vetëm një nga shumë ngarkesat që sipas hetimeve të SPAK përbënin një rrjet shumë më të madh trafiku ndërkombëtar droge. Pak javë më vonë, në Ekuador u sekuestruan mbi 2 ton kokainë, në Rotterdam 1.1 ton të tjera. Në dhjetor të njëjtit vit, autoritetet europiane goditën një ngarkesë edhe më të madhe, mbi 4 ton kokainë të fshehura në një dërgesë të vetme detare. Dhe në fillim të vitit 2021, një tjetër sasi u ndalua në Kolumbi me destinacion Europën. Çdo ngarkesë ndaluar ishte një pjesë e së njëjtës linjë. Kokaina niste nga Amerika Latine dhe kalonte përmes porteve tregtare drejt Europës, e fshehur në mallra legjitime dhe e shpërndar në rrjete logjistike ndërkombëtare. Nga kontenjerët në porte europiane, paratë e drogës fillojnë të marrin një tjetër jetë në Shqipëri. Në pamje të parë, janë 2 botë krejt të ndara. Njëra është bota e trafikut ndërkombëtar të drogës, tjetra, ajo e resorteve luksoze dhe investimeve buzdetit në Shqipëri. Por, sipas hetimeve të SPAK, këto 2 botë lidhen nga njëjta gjë, paratë e kokainës. Paratë, sipas hetimeve, lëviznin përmes rrjeteve të ndërlikuara financiare dhe kompanive të ndryshme, duke u ndarë në shuma të vogla dhe duke kaluar në disa shtete për të humbur gjurmët e origjinës. Më pas, ato futen në ekonomi si investime të lishme. Në letër, gjithçka duket normale, kredi bankare, blerje aksionesh, financime biznesi. Por në terren, këto para fillojnë të marrin formë tjetër. Ato kthehen në themele, në leje ndërtimi, në projekte turistike. Në zonat më të lakmuara të Bregdetit shqiptar, nga Gjiri i Lalzit, në Dhërmi, Jalë dhe Imar, fillojnë të shfaqen kompani të reja ndërtimi dhe zhvillimi, projekte rezidenciale, vila luksoze, resorte turistike dhe hotele me 5 yje. Sipas hetuesve, shumë prej këtyre kompanive nuk u rritën në mënyrë organike. Ato u zgjeruan papritur pas injektimit të kapitaleve të mëdha, të cilat dyshohet se vijnë nga trafiku ndërkombëtar i kokainës. Në këtë mënyrë, paratë e drogës nuk u zhdukën, ato u transformuan nga ngarkesat e fshehura në kontenjer, tek llogaritë e errta financiare dhe më pas në betonin e resorteve buzdetit. Hetimet e prokurorisë tregojnë se ajo që mbetet nuk është vetëm një rrjet kriminal trafiku, por një ekonomi e tërë e ndërtuar mbi transformimin e parave të drogës në pasuri të paluajtshme, resorte, hotele dhe investime luksoze përgjatë Bregdetit shqiptar.